shkaqet që nuk i ndoshta është obligative edhe nga UEFA, mos është ndoshta obligative nga UEFA. Se nuk e ka Shqipëria, ka Shqipëria s'dia ka. Ka pas, e di që ka pas, po nuk e ka më. Jo, nuk e kanë shumë shtete. E di që e ka pas. Kanë provu shumë shtete, po nuk ka tregu rezultate. Po e di që e ka pas Shqipëria unë. Kur ka startu një grup që kemi diskutu, mes në tyre kemi qenë në duket edhe Graniti ka qenë, nuk e kemi pa të arsyeshme këtë ligën U21, sepse ndër 21, ndër i bjen U, kur e themi, ndër grup mosha, ndër 21 vjet, mendojmë që ma e rëndësishme të investohet në grup moshën ndër 19 vjet, 18 vjet. Pse jo edhe 16 vjet, edhe ty të investohet, në më thot ketë një budget i federatës për vendin e parë. Sa lejtarë të ligës U21 kanë shku në përfaqësuesen A të Kosovës? A muni me gjetë një? S'muni me gjetë asë një futbolist? Tash është kjo kërkesë pak është jo legjitime. Po jo, ideja është ti nëse e bën. Ti ki 2 lejtarë të ekipit parë që në shku? Po mirë dhe, ideja është që ti prap nuk i kurfar lloj. Jo, nuk i kurfar lloj profiti prej kësaj. Se nëse ti kishe me nxjerr 3 futbollistë për kombëtarën U21 për kësaj lige, atëherë kish më qenë e kuptueshme. Po këta futbollistë që luajnë te U21-shi, me gjithë respektin, janë futbollista që nuk mujnë me gjetë angazhim me lujt dikun në ekipën e parë, edhe e shtyjnë edhe një vjet të garave në një ligë U21 për me lujt futboll. Edhe këto ekipet shumica që kanë problemet më mëdha organizative, e kanë pas jashtëzakonisht të vështirë mënyrën e funksionimit. Nuk ka një rregull atje që përcjellet çush përcjellen pjesa tjetër e garave. Po nuk i bindën, shko këshyre një ndeshje të U21-shin që se ki koni herë, edhe shë qasën, organizimin, mënyrën e gjithçka tjetër. Okej. Do të bëjmë një gjë të tillë Granet, të veprojmë, të shkojmë dhe ta shikojmë. Edhe pse sipas jush më mirë me qenë pjesëmarrës fokusi me qenë te U19. Te U19 se te U21. Okej. Edhe te U17, edhe aty duhet të gjë se kemi shumë talenta, edhe fokusohemi te rregullorët, që rregullorët kërkojnë, t'i obligojnë që disa futbollistë në bankën rezerve dhe të startues me qenë ndër 19 vjet. Kjo do të ndihmon te futbollin, posa saj edhe numri i futbollistëve nga jashtë. Edhe me zvoglu numrin nga jashtë. Sepse kjo paguhet nga buxheti i Mitrovica është largu si vjet nga kategoria 70% e futbollistëve në ligën e parë kanë qenë futbollistë huj. Me pas kualitetin e duan ata edhe me i pagu, se do të me pagu banesën, ushqimin, rrogat, Mitrovica kish me qenë stabile në ligën e parë. Po flasim, nuk është në gjendje me qëndru në ligën e parë, ku shumica e futbollistëve janë të huj. Do të thonë tash mundesh me marrë me mend se çfarë kualiteti ka ato. Kjo është për shkak se federata ka leju që të luajnë 6 futbollistë huj. Unë kam 8. Unë kam pas rastin me lujt me ta sa kom qenë te Liria, kanë qenë 6 ose 7 futbollistë. Në Shqipëri për janarit është palimet? Në Shqipëri. Në Shqipëri unë kur e kom po bilyse në më çamë në lejtar. Produkti mund të jetë, por në Kosovë ligji për sport, që domethënë mjetet janë për buxhetit të shtetit, atëherë duhet pas kujdes që ky buxhet shfrytëzohet si duhet. Tash nuk po flasim. Pse s'ka parashërimi për sport në këtë pikë? Për arsye se na dëshirojmë me mbajtë të rritë këtu. Na dëshirojmë të hapim vendet punës në sajt buxhetit të shtetit mbas ligjit të sportit. Sepse këtu do të thotë nuk, Shqipëria nuk e ka. Jo, tash nëse dëshironi me mbajtë të rritë këtu, atëherë do të investohet ka paguar. Një pjesë e madhe e tyrave